Dashi. Sot, marrëdhëniet personale mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Një bisedë e hapur me partnerin do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo keqkuptim që mund të ketë lindur. Në punë, ka është dita e duhur për të përfunduar detyrat që keni shtyrë. Përqendrohuni në detaje dhe mos neglizhoni asnjë pjesë të vogël. Financat janë në një gjendje të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Mund të ketë fundime për blerje impulsive, por qëndroni të vendosur. Sa i përket gjendjes emocionale, ndjenja e lodhjes mund të shfaqet gjatë pasdites. Merrni pak kohë për veten dhe relaksohuni me një aktivitet që ju pëlqen. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizik. Demi. Sot mund të ndjesh një nevojë për stabilitet në marrëdhëniet personale. Në dashuri, është koha të ndërmarrësh hapa të vegjël, por të sigurt drejt një komunikimi më të hapur me partnerin. Në punë, përpiqu të përqendrohesh tek detyrat e përditshme dhe mos lejo që shpërqendrimet të largojnë nga qëllimet e tua. Mund të hasësh disa sfida financiare, ndaj është e rëndësishme të planifikosh me kujdes shpenzimet. Bëj një listë prioritare për të menaxhuar më mirë buxhetin. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, por një shëtitje e shkurtër në natyrë ose një bisedë me një mik të afërt mund të të ndihmojë të rigjesh qetësinë. Kujdesu për shëndetin mendor dhe fizik. Binjakët. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Mundohuni të dëgjoni me kujdes dhe të mos nxitoheni në gjykime. Në punë, është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos shpërqendroheni nga detajet e vogla. Një mundësi e re financiare mund të shfaqet, por analizoni të gjitha detajet para se të merrni një vendim. Një qasje e kujdesshme do të jetë më e dobishme. Energjia juaj emocionale mund të jetë paksa e ulët sot, prandaj gjeni kohë për t'u çlodhur dhe për t'u kujdesur për veten. Një shëtitje në natyrë ose disa momente qetësie mund t'ju ndihmojnë të rivendosni balancën e brendshme. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për t'u rritur. Daforja. Sot mund të ndjeni pak të ndjeshëm ndaj çështjeve të zemrës. Nëse keni një partner, komunikimi do të jetë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Në punë do të keni mundësi të dëshmoni aftësitë tuaja, por qëndroni të fokusuar dhe të mos lejoni që emocionet të ndikojnë në vendimet tuaja. Financat duket se janë të qëndrueshme, por është mirë të mos bëni shpenzime të panevojshme. Një kursim i vogël sot mund të sjellë përfitime nesër. Emocionalisht mund të keni nevojë për pak kohë vetëm për të reflektuar dhe për të rigjetur balancën tuaj të brendshme. Merrni kohë për veten, ndoshta një shëtitje në natyrë do të ndihmojë për të qetësuar mendjen. Kujdesuni për veten tuaj me dashuri dhe kujdes. Luani. Më 16 janar, energjia juaj do të jetë e lartë dhe do të ndjeheni të motivuar për të bërë progres në punë. Sidoqoftë, mbani një sy të mprejtë për detajet, pasi mund të ketë disa sfida të papritura. Në aspektin e dashurisë, ndoshta do të ndjeni nevojën për të shprehur më shumë ndjenjat tuaja. Është koha e duhur për të folur hapur me partnerin. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti emocional mund të përfitojë nga pak relaksim. Merrni kohë për veten dhe përkushtohuni aktiviteteve që ju sjellin qetësi. Nëse ndjeni tension, një shëtitje në natyrë mund të jetë zgjidhja ideale për të rifituar ekuilibrin. Virgjëresha. Sot do të ndihesh më i vëmendshëm ndaj detajeve të vogla në marrëdhëniet e tua. Ky është një moment i mirë për të diskutuar çështje të rëndësishme me partnerin. Në punë, përqendrimi yt do të jetë i lartë dhe do të arrish të përfundosh detyrat me sukses. Kujdes mos të ngarkohesh më shumë se ç'duhet. Financat janë të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Mund të jetë një ditë e mirë për të menduar për investime të vogla në të ardhmen. Në aspektin emocional, qëndro i qetë dhe mos lejo që stresorët e jashtëm të ndikojnë në humorin tënd. Merr kohë për të qetësuar dhe për të reflektuar mbi arritjet e tua. Pushimi dhe relaksimi do të sjellin energji pozitive. Peshorja. Sot do të ndihesh disi më i qetë në aspektin emocional. Në marrëdhëniet personale do të kesh mundësi të përforcosh lidhjet me partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keqkuptim të vogël. Në punë, mbaj fokusin tek detajet. Bashkëpunimi me kolegët do të jetë i frytshëm, por sigurohu që të mos lësh gjëra të papërfunduara. Financat duken të qëndrueshme, por shmang shpenzimet e panevojshme. Kujdesu për shëndetin mendor duke marrë pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të jenë një zgjedhje e shkëlqyer për të relaksuar. Mos harro të vlerësosh gjërat e vogla që të sjellin kënaqësi në përditshmëri. Akrepi. Sot mund të ndihesh më i lidhur me ndjenjat e tua dhe kjo mund të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet personale.
Nëse ka pasur keqkuptime me partnerin, është momenti i duhur për të biseduar hapur dhe për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos e anashkalo asnjë detyrë. Përpjekjet e tua do të shpërblehen në të ardhmen. Financat duket se janë në një fazë të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangësh shpenzimet e panevojshme për momentin. Kujdesu për gjendjen emocionale dhe mos e lër veten të mbingarkohesh me stres. Një ecje në natyrë ose një bisedë me një mik të ngushtë mund të ndihmojë të rigjesh qetësinë. Shigjetari. Është një ditë e mirë për të rishikuar marrëdhëniet personale. Komunikimi i qartë dhe i sinqert do të ndihmojë në zgjidhjen e çështjeve të vogla që mund të kenë lindur. Në punë mund të hasësh sfida që kërkojnë përqendrim dhe vendosmëri. Mos u trem nga detyrat e reja, sepse do të shfaqësh aftësi të shkëlqyera menaxhimi. Financat duken të qëndrueshme, por është e këshillueshme të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Përmirësimi i gjendjes emocionale mund të vijë nga aktivitete të thjeshta, si një shëtitje e gjatë ose një bisedë me miq. Kujdesu për veten dhe mos e anashkalo nevojën për pushim. Energjia pozitive që të rrethon sot do të ndihmojë në arritjen e qëllimeve të vogla. Britsjapi. Sot është një ditë e mirë për të forcuar lidhjet me partnerin. Komunikimi do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi të vogël. Në punë mund të ndjeni një presion të lehtë për të përfunduar disa detyra, por mos u shqetësoni, do t'ia dini. Nëse keni ndonjë projekt të madh në duar, sot është një ditë e mirë për të bërë plane dhe për të vendosur qëllime të qarta. Financat duken të qëndrueshme, por mos bëni shpenzime të panevojshme. Mbani një sy mbi buxhetin tuaj për të mos u lodhur më vonë. Gjendja emocionale është e qëndrueshme, por mos harroni të gjeni pak kohë për veten dhe për të pushuar. Një shëtitje e shkurtër mund të bëjë mrekulli për energjinë tuaj. Ujori. Sot do të ndjeheni të motivuar për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja personale. Është një ditë e mirë për të kaluar kohë me partnerin dhe për të diskutuar çështje që kërkojnë vëmendje. Në punë mund të shfaqen disa sfida të vogla, por me pak përkushtim do t'i kaloni me sukses. Mos u shqetësoni për financat pasi situata duket e qëndrueshme. Kujdesuni për shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të bëni një planifikim më të mirë të buxhetit. Energjia juaj emocionale është në një nivel të mirë, por mos harroni të gjeni kohë për veten. Një shëtitje e shkurtër në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen do t'ju ndihmojë të relaksoheni dhe të rifitoni balancën e brendshme. Peshqit. Sot marrëdhëniet personale marrin një kthes pozitive. Një bisedë e sinqertë me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, një takim i ri mund të sjellë emocione të papritura. Në punë, përqendrohuni në detajet për të shmangur gabimet e vogla që mund të ndikojnë në produktivitetin tuaj. Mund të merrni një ofertë të re që kërkon vëmendje të veçantë. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme për të ruajtur ekuilibrin. Në aspektin emocional, mund të ndjeheni pak të lodhur, ndaj rezervoni kohë për veten tuaj. Një pushim i shkurtër do t'ju ndihmojë të rifreskoni energjinë. Kujdesuni për shëndetin mendor përmes aktiviteteve relaksuese.